Mark Sampson, 23 vjeç me origjinë filipinase, është ish i dashur i Ilaria Sulës, i cili ka rrëfyer vrasjen e studentes shqiptare në Rom. 22 vjeçaria ishte zhdukur nga Roma që prej 25 marsit. Më pas, trupi i saj u gjet në një valixhe në fund të një shkëmbi në Poli, një qytet jo shumë larg kryeqytetit italian. Profili i tij social duket i zakonshëm, si shumë të tjerë, student i arkitekturës, i sapo diplomuar që punonte në McDonald's, tregon në rrjetet sociale një seri fotosh që tregojnë historinë e jetës së lagjes. Marku ishte djalë shumë i mirë, thot një mik i familjes, gjithashtu filipinas, i pyetur nga gazetarët përpara banesës së sekuestruar nga prokuroria. Sapo ishte diplomuar për arkitekturë, prindrit e tij janë njerëz shumë të mirë. Bëhet me dije se Ilaria Sula është vrarë fillimisht me thik, teksa ndodhej në një apartament në Rom, e më pas është futur brenda në valixhe, ku edhe u gjet sot. I riu i ndaluar është personi kryesor i dyshuar për vrasjen e 22 vjeçares nga Shqipëria. Hetimet nga ana e prokurorisë po zhvillohen lidhur me veprat penale, vrasje me dashje dhe fshehje e kufomës. Ende nuk dihen motivet e këtij krimi të rënd.